Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. Paqe bekimet Allahut qofshin mbi profetin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe me gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Lutim Allahun Gjelle Shanuhu të na bëjë për të sinqertëve që jetojmë jetën tonë në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam deri në frymën tonë të fundit. Allah ju shpërbleft për prezencën tuaj, e shkruajt Allahu Gjelle Shanuhu sevap të gjithë këtë kohë që do të kalojmë së bashku. Siç u pata lajmëruar edhe javën që shkoi, me lehtë Allahut të lartësuar, sot do të flasim mbi dietarët të cilët sakrifikuan shumë nga jeta e tyre për të marrë diturinë. Dhe ne folëm mbi moralin se si duhet të jetë qasja jonë ndaj diturisë, dhe sot do të shohim që edhe prej moralit të muslimanit duhet të jetë edhe se si ne duhet t'i qasim i dietarëve, t'i trajtojmë ata, dhe mbi të gjitha edhe t'i njohim pak. Dhe kur flas për dietarët, specifikisht unë dua të ndalem tek 4 dietarët e mëdhej të umetit islam, që ndryshe quhen 4 dietarët e methebeve, të cilët kanë bërë shkolla juridike, të cilat të gjithë muslimanët anë këmbë botës ndjekin një prej këtyre shkollave, që është një rrugë ndryshe për t'u afruar sa më shumë tek Allahu subhanahu wa taala dhe tek suneti i profetit alayhis salam. Për ta përshkruar shkurtimisht dhe për ta kuptuar se çfarë do të thotë të ndjekësh një metheb, të ndjekësh një rrugë, atëherë duhet të kemi parasysh që të 4 dietarët e methebeve, në krye Hanefit, Shafit, Malikit dhe Hanbelit, pra që janë 4 shkolla të bërapura, këto janë ndryshe si 4 lumej që burojnë nga një burim i madh që është Kurani dhe Suneti. Dalin të 4-ta nga ky burim, rrjedhin dhe derdhja e tyre është në xhenet, me lejet Allahut të lartësuar. Kështu që kushdo prej muslimanëve që zgjedh një prej këtyre lumejve për të lundruar, dije që fundi është në xhenet, me lejet Allahut të lartësuar, sepse të 4 këto methebe kanë ndjekur metodologji të ndryshme se si duhet kuptuar më mirë, më bukur ajo çfarë Allahu Gjelle Shanuhu kërkon prej nesh, edhe Muhamedi alayhi salatu sallam ka praktikuar. Tashmë, para se të futemi në detaje, inshallah, te kjo temë që është shumë e rëndësishme që duhet mësuar nga gjithë secili prej nesh, të shikojmë pak shkurtimisht vitet ku kanë lindur këto dietar të 4 methebeve dhe çfarë marrëdhënie kanë këto me njëri tjetrin. A kanë marrëdhënie me njëri tjetrin apo jo? A janë dietar që janë veç e veç, apo mos kanë një lidhje që i bashkon këto në këtë rrugë të madhe fisnike që këto e sakrifikuan jetën e tyre në mësimin e diturisë dhe në për veten e tyre dhe mësimin e diturisë pastaj të tjerët që i ndjekin këta. Me në krye është Imam Ebu Hanifeja, sepse ky është edhe më i hershmi ndaj këtyre 4 imamëve. Pra, është më i vjetri në moshë, ka lindur më shpejt. Pra, lindja e Imam Ebu Hanifes daton në vitin 699. I bie rreth 66 vite mbas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti alaihi salam ka vdekur në vitin 633 plus 66 vite të tjera bëjnë 699. Këtu është lindja e Ebu Hanifes. Pse është e rëndësishme kjo datë e lindjes së Ebu Hanifes? Dhe vdekjen e ka në 767, pra i bie diku ke 66 vjeç ka ndruar jetë Ebu Hanifja. Emrin e plotë ka Numan bin Thabit, i cili e ka marrë këtë emër Ebu Hanifes sepse ka qenë babai i Hanifes, që ka pasur ai një vajzë. Ka lindur dhe jetuar në Kufe të Irakut. Edhe kjo është shumë e rëndësishme si pozicion gjeografik, pra është nga zona e Irakut. Normalisht ai ishte një tregtar shumë i suksesshëm, por edhe ja kushtoi jetën e tij diturisë, sidomos edhe shkencës së fikut, jurisprudencës islame. Ai njihej ndër dietarët e asaj kohe që patjetër që përparësi të madhe kishte Kurani dhe Suneti i profetit alayhis salam,
por në të njëjtën kohë ai u shqua në metodologjinë e rajit që quhet ndryshe edhe të kiasit, pra të arsyetimit logjik, përdorimi i arsyes logjike mbi çështjet, por edhe të krahasueshmërisë së situatave, një situatë të re me një situatë që mund të kishte ndodhur dhe bënte krahasim që kjo quhet kias. Siç e tham, ky ishte ai që jetoi më përpara se imamet e tjerë të shkollave, ku më pas ky do të filloj ta sjelli shkencën e fikut, pra ligjin islam thënë ndryshe, jurisprudencën islame, ta bëj në mënyrë sistematike, ta bëj të thjesht për të kuptuar nga masa e gjerë nga njerëzit. I dyti në radhë është Imam Malik bin Enes. Ky ka lindur në 711-ën, pra i bie diku 12 vjet më mbrapa Ebu Hanifes dhe ka vdekur në 795-ën. Pra po të shohim, janë në një kohë pothuajse. Pra kur Imam Ebu Hanife ka qenë këtë 30-at, ky ka qenë tek 20-at. Pra shohim që mund të ketë gjasa që këto të jenë përplas diku, nëse do ta logjikojmë në këtë formë. Vetëm se Imam Malik kanë lindur në Medinë dhe u rrit në Medinë dhe e kaloi pothuajse të gjithë jetën e tij atje, edhe ky shquaj fort për diturinë e tij, ka bërë librin e madh të fikut Muwatta që quhet ndryshe, Muwattaja e famshme, dhe metodologjia e tij ka qenë se përveç Kuranit dhe Sunetit profetit alayhis salam, Imam Malik i jepte shumë përparësi praktikës së banorëve të Medinës. Pra e supozojmë, nëse e shihte që në gjerësi të madhe bëhej një veprimtari fetare nga populli i Medinës, ky nuk kërkonte më a ka argument Kurani apo Suneti, sepse profeti alayhis salam kishte lindur në Medinë dhe populli i Medinës automatikisht vepra që do të vepronte ishte prej Sunetit profetit alayhis salam. Dhe mori të mirëqenë që tradita e popullit të Medinës është një argument fetar i pakundërshtueshëm, se është një popull që është rritur në gjatë kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra se edhe ky për i bie 70 kusur vite më mbrapa vdekjes profetit alaihi salam, pra ka lindur dhe Imam Malik. Imam Malik ka qenë mësuesi i Imam Shafiut. Imam Malik ka qenë mësuesi i Imam Shafiut, i cili Imam Shafiu ka lindur në vitin 767 dhe ka vdekur në vitin 820. Pra ka vdekur rreth 25 vite mbrapa vdekjes së Imam Malik. Pra që do të thotë ka marrë pjesë në mësimet e Imam Malik. Imam Shafiu ka lindur në Gaza, pra në Palestinë, ka udhëtuar gjithandej për të kërkuar dije. Mësuesi i tij kryesor u bë Imam Malik, që ishte i Medinës, dhe ky më pas do të vazhdoi methebin e tij në Egjipt, ku si metodologji ka pasur sistematizimin e shkencës së usulu fikut, pra i cili bëri një kombinim shumë të thelbësor midis hadithit profetit alayhis salam edhe arsyetimit logjik, duke sjellur një metodologji të balancuar. Ndërkohë Imam Malik, siç ishte nxënësi i Imam Malik, pra ky Imam Shafiu, në të njëjtën kohë u bë mësues i Imam Ahmedit, Ahmed ibn Hanbel, që erdhi mbas tij. Pra Imam Ahmed ibn Hanbel ishte nxënësi i Imam Malik, Imam Shafiut, ndërkohë në të njëjtën kohë Imam Shafiu ishte edhe nxënësi i një prej nxënësve të Imam Ebu Hanifes, Muhamed ibn Shejbanit të famshëm. Ka pas dy nxënës të dalluar, Ebu Hanifja, Muhamedin dhe Ebu Jusufin. Dhe Muhamedi ka qenë në njëjtën kohë mësuesi i Imam Shafiut. Kështu që kur e shikojmë në këtë lidhje, shohim që dietarët janë të lidhur ngushtë, to katër dietarë të mëdhenj janë të lidhur ngushtë me diturinë. Pra ka kaluar dituria të trashëgohet nga njëri tek tjetri. Pra kanë pasur një lidhje të pa shkëputur, që ne e quajmë këtë një lidhje të ngushtë midis mësuesit dhe nxënësit. Ndërkohë, dallimi thelbësor nga të katër këta imamlar veçohet Imam Ebu Hanifja. Pse tham? Sepse ky nga që ishte më i hershmi, në të njëjtën kohë ka
argumente shumë të qarta nga dietarë të shumë që Imam Ebu Hanifja ka takuar sahabet e vjetër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra akoma ka pasur sahabë që kanë qenë shumë të ri në kohën e profetit alaihi salam, ndoshta në adoleshencën e tyre, dhe në moshë të thelluar ishin akoma gjallë kur i ka takuar Ebu Hanifja, dhe thuhet që mund të ketë takuar deri në 17 sahabë të profetit alaihi salam. Dhe kjo e bën Ebu Hanifën tabiin. Tabiin çfarë do të thotë? Të kesh parë me sytë e tu dhe të jesh takuar me sahabët e profetit alaihi salam. Ndërkohë të tre imamët e tjerë çfarë janë? Tebi tabiin, janë ndjekësit e tabiinëve. Pra, që kanë parë me sy ata që panë me sy shokët e profetit alaihi salam. Dhe kjo ishte një nga veçoritë e mëdha të Ebu Hanifes, që e ndallon pra si fakt këtë nga të gjithë këto katër dietarët thelbësor të methebeve. Po mirë, të futemi konkretisht në temë tashmë. Çfarë do të thotë metheb? Metheb do të thotë një rrugë që ndiqet. Dhe hebe në arabisht do të hecesh. Pra eci, ndoqë një rrugë të caktuar. Pra dietari i methebit, një nga këto katër dietarë që përmendëm, quhet ndryshe mujtehid, një dietar i rangut shumë të lartë, që është i aftë në prej diturisë së tij të japi vendime, fetva, të japi hukm, vendimin përfundimtar mbi një çështje të caktuar. Por kur nuk ka nas, i thomin thuhet në terminologjinë islame. Nas do thotë kur nuk ka argument nga Kur'ani dhe Suneti. Se po të ketë argument nga Kur'ani dhe Suneti, nuk kemi nevojë fare ne për mendimin e një dietari. Sepse e ke të qartë, tha Kurani, tha profeti alayhis salam dhe është mbyll çështja. Po ku futet në punë dietari? Kur ka një çështje që ne s'kemi argument nga Kurani dhe Suneti, edhe na duhet një zgjidhje ne si popull i thjesht ç'a të bëjmë me këtë çështje. Dhe këtu futet në punë pikërisht dietari i cili neve na e lehtëson çështjen, duke parë si kanë vepruar sahabët dhe duke përdorur analogjinë, kiasin, pra shohin një ngjarje të kaluar me një ngjarje të tashmes dhe bëjnë ato pikat e përbashkëta ku ne mund të marrim mësim dhe të zgjidhim situatën e caktuar, sepse kjo është diçka e domosdoshme, sepse Kurani, të dashur besimtar, nuk flet me detaje për shumë çështje. Për shembull, Kurani thot falni namaz. Kurani thot jepni zakatin. Si ta falim namazin? Si ta japim zakatin? Agjërojnë në Ramazanin. Si ta agjërojmë në Ramazanin? Kur të fillojmë, kur të mbarojmë? Kush mund të agjëroj, kush mund mos agjëroj? Kur mund të falesh, kur mund mos falesh? Të gjitha këto i mbledh faktet dhe argumentet dietari dhe na i jep neve popullit të thjeshta për t'i mësuar dhe për t'i praktikuar. Ose ndryshe, detyrohesh ti mbledhesh faktet e Kur'anit, të Sunetit, të sahabëve, të dietarëve, edhe të ndalesh me një konkluzion tëndin. Atëherë i bie të thomi ty dietar. Nëse se bëjmë dot këtë gjë, atëherë e marrim prej dietarit diturinë. Sepse dietari ka një pozitë të lartë edhe me anë të argumenteve të Kuranit dhe gjithashtu edhe me ato çfarë profeti alayhis salam trashëgoi. Një prej thënieve të mëdha që thuhet është se dietarët janë trashëgimtarët e profetëve, për shkak të dijes që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur e shohim këtë, me të drejtë, po mirë, a mund të ketë në Kur'an argumente të qarta që neve na orientojnë për tek dietarët? Apo na thot Kurani ne që ta lexojmë vetë atë, ta kuptojmë gjithë secili sipas mendjes tonë. Se mos të harrojmë që edhe njerëzit kanë bagazh të ndryshëm intelektual, ndryshe kupton dikush, ndryshe dikush tjetër. Por ne shohim që Kurani famullar na orienton që të shkojmë drejt dietarëve. Një nga këto është ajeti 7 i surës Ali Imran, ku Allahu i lartësuar thotë: ai është që të zbriti ty librin, o Muhammed, që në të ka ajete të qarta. Pra ajete të qarta i lexojnë gjithë, i kuptojnë të gjithë. Që janë baza dhe themeli i librit këto ajete të qarta. Mirë, po ashtu kanë dhe ajete që janë mutashabih, që nuk janë fort të qarta, nuk janë të qarta. E ata njerëz që në zemrat e tyre kanë anim nga e keqja, nga e shtrembërta, ata gjurmojnë ke këto ajete që janë të paqarta.
për të shkaktuar huti ndër njerëz. Dhe kështu ata kërkojnë t'i komentojnë këto ajete të paqarta. Pra imagjino tashmë vjen dikush dhe udh me dyshje, udh dyshime tek zemrat e besimtarëve dhe merr ca ajete që nuk i kuptojnë njerëzit, edhe përpiqet të luajë me besimin e tyre. Njerëzit dashakeq. Edhe i përdorin, për shembull mund të ketë pyetje të ndryshme. Siç tha profeti alayhis salam, do të vi shejtani njeriu edhe do t'i bëj pyetje. Kush e krijoi nënën tënde? Babën tënd, ti do të thosh baba edhe gjyshja. Po ato kush i krijoi? Do të ecësh sot deri në këtë thot, do të çoj shejtani njeriu, do t'i fusin cytjen mendje, derisa do të vinë fund fare. Kur në fund fare do të thosh ti i krijoi Allahu të gjitha këto që më pyete, do të vi pyetje, po Allahu kush e krijoi? Dhe në tilla situata profeti alayhis salam tha, ju do të kërkoni mbrojtje nga shejtani i mallkuar. Sepse e vetë ekzistenca e të gjithë kësaj rregullësie në univers të obligon ty të shkosh dhe të dëshmosh që ka një krijues, ka një fillim, dhe ai fillimi për ne është Allahu subhanahu wa taala, që është krijuesi i gjithçkaje. Dhe pikërisht këto njerëz do të kërkojnë komentimin e do të fusin mendjen tënde në rrugë të dyshimta. Ndërkohë Allahu xhaleshanu çfarë thot? Mirë po thot, këto ajetet që janë të paqarta nuk e di gjithkush kuptimin e tyre, ndoshta askush nuk e di kuptimin e tyre. Sepse ka ajete që me të vërtetë Allahu e ka mbajtur të fshehtë kuptimin e tyre. Për shembull, Allahu flet në Kur'an për Kiametin. Gjithsecili i vjen automatikisht pyetja, kur do të ndodhi Kiameti? Dhe ne e dim që këtë dituri e ka vetëm Allahu xhaleshanu, nuk e di askush për krijesave të tij. Kështu që nëse ti do të shkosh mbrapa, po unë duam e ditë patjetër, atëherë futesh në dëshirën për të komentuar ajetet që nuk kanë një indicie për të qenë të qarta për të kuptuar nga ne si njerëz. Ndërkohë Allahu këtu në këtë ajet çfarë dalloi? Mirë po thot, dietarët e pajisur me dituri, çfarë thonë? Ne i besuam ajetet e paqarta, siç i ka shpall Allahu xhaleshanuhu, dhe themi që të gjitha janë prej Zotit ton, edhe ajetet e qarta, edhe ajetet e paqarta. Dhe kështu këtë fakt e kuptojnë vetëm ata që janë të zotët e mendjes. Pra shohim që Allahu xhaleshanuhu i dalloi dietarët dhe dha një indicie të madhe që duhet ndjekur dietari për të kuptuar siç duhet ajetet e Allahut xhaleshanuhu. Po ashtu thot Allahu në surën Nisa 83, ku thot madje thot kur u vin atyre thot munafikët, kur u vjen atyre munafikëve thot ndonjë lajm shqetësues, ku ftojnë dhe muslimanët për ta dëgjuar këtë lajm, ata thot e përhapin atë lajm shqetësues, pra vjen një lajm dhe e përhapin nëpër njëri tjetrit, akoma e shtojnë shqetësimin tek njerëzit e zakonshëm. Ndërkohë Allahu thot sikur ta linin ata përhapjen e lajmit, t'ia linin profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe përgjegjësve të tyre, pra njerëzve të ditur, sepse profeti dhe njerëzit e ditur do ta dinin se si do ta përhapnin lajmin tek njerëzit. Pra jo dëgjon diçka dhe më njëherë të shqetësohesh, po pyet një njerëz të ditur, "Ore çfarë të bëjmë me këtë situatë?" Pra këtu Kur'ani na jep orientim drejt pyetjes së dietarëve për të sqaruar çështjet që ne i kemi të paqarta. Po ashtu thot Allahu në Kur'an, në surën Nahl 43, ku thot "Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun", pyesni dietarët për çështjet që ju nuk i dini. Pra shohim që Kur'ani orienton tek dietarët për çështjet që ne e kemi të pamundur ti kuptojmë. Rëndom të bëhet pyetje për të shkaktuar huti. Po mirë, ju thoni do ndjekim një methep. A ka pasur profeti methep? Kjo është një pyetje tendencioze. A ka pasur profeti methep? Kjo në vetvete është një pyetje e gabuar për të justifikuar dikush ideologjinë e gabuar që thotë ç'na duan ne methebet. Nëse ka një ideologji që thotë ç'na duan ne methebet, e bën këtë pyetje për të justifikuar vetë në vetë që mendon që duhet të ecur pa metheb, pa ndjekjen e një dietari. Po pse është e gabuar kjo pyetje? Sepse në kohën e profetit alayhis salam, vetë profeti alayhis salam në këtë kontekst ishte një metheb, një rrugë për të ndjekur që ne e quajmë sunet. Suneti i profetit alayhis salam për ne ishte një rrugë që ndiqet.
Dhe kur themi ne ndjekim një metheb prej dietarëve, automatikisht ne ndjekim sunetin e profetit alayhis salam, sipas asaj çfarë na ka lehtësuar një dietar specifik, sepse profeti alayhis salam në kohën e tij, të gjitha problematikat që lindnin nga situata të ndryshme, ai e jepte zgjidhjen me anë të shpalljes së Allahut xhelleshanu. Dhe dietarët shkonin pyesnin profetin kur kishin një problem. Pyesnin profetin dhe e kishin profetin alayhis salam midis tyre, i cili i jepte zgjidhje. Ndërkohë mbasi vdiq profeti alayhis salam, këtu lind nevoja që kush do na i japë zgjidhje problemeve tona. Dhe po të shikosh, menjëherë mbasi ka ndruar jetë profeti alayhis salam, nuk u la shteti pa kryetar, do vendosë Abu Bekri, sepse ishte nevoja që të zgjidhnim një njeri të ditur që dallonte nga të tjerët, që për çdo situatë të drejtohemi tek ai dhe të na japë zgjidhje. Po ashtu dhe Omeri, dhe të gjithë këta zgjidhnin rreth vetes që i kishin krahun e tyre të djathtë, dietar të dalluar ndër të tjerë që ishin sahab, që si të ishin të aftë të jepnin zgjidhje sa më të mira shtetit, problematikave, qofshin politike, qofshin sociale, qofshin fetare, që përballej popullit, sepse populli në fund ditës do zgjidhje. Dhe zgjidhjen e kërkon nga njerëzit që janë kompetent për të dhënë zgjidhje. Dhe ka një rast shumë thelbësor për ta kuptuar rëndësinë se kemi nevojë për njerëz që të dinë të komentojnë Kur'anin dhe Sunetin e Profetit alayhis salam sipas situatës dhe vendit ku ndodhen. Ne kemi një rast shumë interesant në kohën e Profetit alayhis salam, kur ai emëroi Muadh ibn Jabelin në Yemen si vali. Si vali çfarë do thotë? Si një përgjegjës për të komanduar Yemenin, i pari i Yemenit, që ishte valiu i profetit alayhis salam. Dhe Muadhi shkoi atje, ndërkohë profeti alayhis salam e pyeti: "O Muadh, ti po shkon tek një popull që kanë dituri fetare, ehli kitab. Nëse të pyesin për një çështje të caktuar, si do ta japësh përgjigjen?" Muadhi tha: "Me anë të Kuranit, o dërguar i Zotit." Po mirë, nëse përgjigja nuk gjendet në Kur'an, me çfarë do të japësh përgjigjen? Me anë të sunetit tat, o dërguar i Zotit, me atë çfarë na ke mësuar ti ne. Po mirë, po nuk e gjeta as tek suneti im, i tha profeti alayhis salam. Me çfarë do ta japësh zgjidhje? Ai tha: "Do të bëj ijtihadin tim." Pra tha, do të përdor logjikën time, arsyetimin tim dhe do të jap zgjidhje të situatës. Çfarë tha profeti alayhis salatu vesselam? Tha: "Elhamdulillah, falenderoj Allahun që Allahu të dërguarit të tij të vet, Muhamedit, i dha një të dërguar të suksesshëm." Për Muadh ibn Jabelin. Elhamdulillah që Allahu të dërguarit i vet i dha një të dërguar të suksesshëm, duke e miratuar profeti alayhis salam arsyetimin e logjikës së shëndosh të japësh zgjidhje problemeve kur nuk ke zgjidhje në Kur'an dhe në Sunetin e Profetit alayhis salam. Po tani lind pyetja, po pse? Si do ta jepte Muadh ibn Jabeli përgjigjen kur themi me arsyetimin e vet? Në bazë të çfarë? Në bazë të një intelekti që ai kishte arritur gjatë jetës së vet prej mësimeve të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe prej Kur'anit. Pra dhe kur flasim për logjikën e tij, për arsyetimin e tij, automatikisht do të vi kjo si bazë e një edukate të tij që e ka marrë gjatë gjithë jetës nga Kur'ani dhe nga Suneti i Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që nëse do të pyesim ne nga dolën këta methebe, pra nga dolën këto dietarë që bën methebe, pra automatikisht ne mund të themi që ashtu si çdo profesion lind nevoja në popull që të dalin njerëz të dalluar ndër të tjerë, për shembull populli ka nevojë që të dallojnë doktorët nga njëri tjetri. Populli ka nevojë që të dallojnë inxhinierët nga njëri tjetri. Po mirë, nga dallon inxhinieri i mirë nga i keqi, sepse kur do bën një ndërtesë, këtij të keqit do t'i shembet, këtij të mirit do t'i mbijetoj. Do t'i mbijetoj tërmetit e kështu me radhë, dhe populli e bën me gisht. Ai është i mirë, se ai i mbijetoi ndërtesa. Dhe ky doktori është më i mirë, se ky kur e bëri operacionin nuk i vdiq pacienti, këtij i vdiq. Dhe automatikisht njerëzit nga nevoja për të dalluar të tjerët nga të tjerët në një profesion të caktuar, automatikisht kështu ngrihet një shkencë e caktuar, derisa sa shkon në piedestalin e saj që sot ne e dim shumë mirë që
ku ka arrit teknologjia, ku ka arrit shkenca, ku ka arritur mjekësia, por prap edhe doktorët, inxhinierët, edhe pse mund të jenë suksesshëm nga njëri tjetri, ka më të suksesshëm ndër ta, duke dalluar nga puna që bëjnë. Kështu automatikisht nevoja për metheb lind nga që populli do përgjigje të nevojave të veta në shkencën islame apo në shkenca të ndryshme, ku këta më pas trokasin tek dera e X dietari, tek X dietari, dhe aty ku ai dietare je përgjigjen më mirë, që me të vërtetë jep zgjidhje popullit, ja heq sikletin popullit, zgjidhjen duke u bazuar në Kur'an në Sunet, atëherë populli ja bën me gish, po, ky është dietari më i mirë, sepse ky e dha përgjigjen kështu dhe dallon ndër të tjerët, siç dalluan pikërisht këto 4 dietarë të mëdhej që ishin të aftë t'ja lehtësonin çështjen popullit të tyre, por jo vetëm edhe të gjithë popujve, edhe më mbrapa elhamdulillah, siç dhe ne sot akoma përfitojmë prej diturisë së tyre të madhe. Po mirë, prap bëhet një pyetje në lidhje me këtë temë. Po pse të kemi ne methebe? A nuk na mjafton neve Kur'ani dhe Suneti? Lexojmë Kur'anin, lexojmë hadithet e profetit alayhis salam dhe ç'pun kemi ne me dietarët. Po mirë, po kush do të na shpjegojë në Kur'anin dhe Sunetin? Nëse ti do t'i lexosh vetë, lexoj elhamdulillah na i shpjegoj dhe ne të tjerëve se do të bëjmë ty dietar, se populli do ta zgjedhë vetë kush është hoxha më i mirë, kush është dietari më i mirë, kush është ai që ma shpjegon më mirë mu çështjen. Nëse s'të pëlqen shpjegimi i një X dietari, X hoxhe, shko pyet një tjetër. Nëse ai të jep zgjidhjen më të mirë, ty si po, atëherë thu po. Ky ma dha zgjidhjen mua. Kështu që të bësh këtë pyetje, s'na mjafton Kurani, nuk na mjafton Suneti, është e mangët si pyetje. Sepse automatikisht duhet dikush që të na shpjegoj Kur'anin dhe të na shpjegoj Sunetin neve. Sepse po të shikosh në Kur'anin famëlar, Kur'ani famëlar orienton në fusha shumë të ndryshme të studimeve të caktuara. Po të lexosh në Kur'an, ti do lexosh historinë e popullit më përpara. Si do e kuptojmë në histori? Na duhet një profesionist në histori, të di shumë mirë historinë që të na e shpjegoj siç duhet neve historinë e profetit, historinë e profetëve më përpara, historitë e popujve që përmenden në Kur'an. Përndryshe si do ta quanim dikë që është historian, duke na dhënë fakte për historisë. Kur'ani po ashtu flet për popujt siç janë shkatruar, janë dënuar, është përmbysur toka. Kjo do shkencën e arkeologjisë. Të dalë një arkeolog, të shkojë të studiojë zonën ku na tregon Kurani, që edhe kjo është zonë e gjeografisë, që thot filan zonë ka qenë një popull që u dënuar, në filan shtet një popull tjetër, orientohet në shkencën e gjeografisë. Në Kur'an kemi shkencën e akides, të akaidit, që flet për njëshmërinë e Allahu xhaleshanu, dhe kjo do profesionist na e shpjegoj siç duhet që njerëzit mos të përfundojnë në shirk, njerëzit mos të përfundojnë në idhujtari, por që ta njohin sa më pastër Allahu xhaleshanu. Kurani trajton çështje të fikut, çështje të ligjeve, çfarë prish abdesin, çfarë se prish abdesin, si merret abdesi, si s'merret abdesi, kur prishet agjërimi, kur nuk prishet. Të gjitha këto ke në Kur'an që kanë një indicje të thjeshtë, por më pas në Sunetin e Profetit alayhis salam këto zgjerohen. Në Kur'an ti ke gjuhën arabe. Që të kuptosh Kur'anin më së miri, duhet të jesh në radh parë ekspert i gjuhës arabe, sa atje për një shkronjë, pse është f dhe pse nuk është wow, merr totalisht një kuptim të ndryshëm ajeti. Dhe këtu përsëri ne na duhet një gjuhëtar që është i aftë ta shpjegojë Kur'anin edhe nga ky aspekt. Kemi recitimin e Kur'anit, dhe kjo është shkencë vetë që ne mësojmë në leximin dhe recitimin e Kur'anit, shumë pra fushat e ndryshme që Kur'ani për të kuptuar duhen ekspertë të gjithë këtyre fushave që ne të na e shpjegojnë më qartë. Dhe të thush tani që jo po s'na mjafton Kur'ani dhe Suneti, i bie që ti të jesh ekspert i gjithë këtyre fushave dhe je i aftë na shpjegosh dhe në të tjerëve elhamdulillah Kur'anin dhe Sunetin që ne të ndjekim ty. Në të kundërt je i obliguar të ndjekësh dikë që është më i ditur se ty, që ne elhamdulillah ndjekim, pra siç tham, dietarët e mëdhej të umetit islam, të cilët janë miratuar gjatë gjithë kësaj historie që ne po flasim. Dhe kjo në fakt është puna që bëjnë dietarët të methebeve që përmenda, që ne na afrojnë më së shumti drejt kuptimit të Kur'anit dhe të Sunetit të Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu kam bërë një pyetje për këtë çështje. Po mirë, nëse e vërteta është një, pse na duhen ne 4 methebe?
Pse na duhen e 4 përgjigje nëse e vërteta është 1? Kanë dhënë një shembull shumë të bukur. Imagjinoni 3 njerëz shkojnë tek doktori për të bërë vizitë. 3 njerëz. Dhe kur bëjnë analizat, njërit prej tyre i del e domosdoshme që ai të pi të paktën 3 litra ujë në ditë. Më rregull? Dhe doktori i thot, ti e ke vajib, farz, e ke detyrë, po deshe ti jetosh, duhet pish minimalisht 3 litra ujë në ditë, sepse ty duhet që veshka të filtrojë e kështu me radhë. Shkon tjetri, bën tjetër analiza, dhe i njëjti mjek thot, ti thot, e ke me kru të ndaluar të pish më shumë se 1 litër ujë në ditë. Se po pive më shumë, rrezikon smundja jote të përparoj. Ndërkohë shkon një tjetër i dha analiza të mirë dhe doktori thotë ti e ke mubah, thotë ti e ke të lirë. Bë çfarë duhet, ndaç pi 3 litra, ndaç pi 1 litër, ndaç mos pi hiç, për ty është e lirë sepse ti je mirë nga aspekti shëndetësor. Tani dituria këtu është një pyetje bëhet këtu, një pyetje. Pyetja kush bëhet në këtë rast? A lejohet të pi ujë më shumë se 3 litra në ditë një njeri? Po përgjigjja si ishte? Në bazë të njeriut. Dikush e ka farz me i pi sepse duhet të mbijetoj, dikush nuk duhet të pi më shumë se 3, ka me kru, e ka haram bile sepse rrezikon jetën, dikush është i lirë. Pra shohim që një pyetje mund të ketë më shumë se një përgjigje. Kështu është dhe çështja e methebeve, të cilët duke u bazuar tek profeti alayhis salam, që edhe vetë profeti alayhis salam për një pyetje dha shumë përgjigje. Nuk shkuan tek profeti alayhis salam, shkoi një djalë i ri i fuqishëm. O i dërguar i Zotit tha, e njëjta pyetje, kush është puna më e mirë për mua? Tha të shkosh të bashkohesh me ushtrinë. Shkoi një i pasur, o i dërguar i Zotit, kush është puna më e mirë për mua? Të japësh pasurinë në rrugt të Allahut. Shkoi një plak, o i dërguar i Zotit, kush është puna më e mirë për mua? Të bësh dhikr, i tha. E njëjta pyetje, 3 përgjigje të ndryshme. Pra do thonë që e vërteta që nga më shumë përgjigje. Pse? Në bazë të njeriu që ke përballë. Kështu, edhe çështja e përgjigjeve të methebeve që janë të ndryshme i ngjan pikërisht kësaj, sepse si tha profeti alayhis salam, ikhtilaful ummeti hiya rahme. Mendimet e ndryshme të dietarëve të umetit, pra të umetit tim, janë mëshirë prej Allahut xhaleshanu. Pse? Se duke pasur mendime të ndryshme, lehtësohet çështja si besimtar që të bësh atë e cila her pas here për ty mund të jetë më e thjeshtë për ta zbatuar. Dhe ti e sjell në vend urdhëresën e Allahut xhaleshanu. Ndryshe imagjino ti ishte një gjë strikte në atë çështje, atë ndoshta për dikë do të ishte e vështirë për të bërë, do ta linte fare. Ndërkohë elhamdulillah ne kemi shumë çështje të cilat kanë zgjidhje të shumta dhe çdo që bën ti për tyre, elhamdulillah, ke bërë një që është prej mësimeve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kështu lehtësohet feja. Sepse ky ihtilafi, ky të pasurit mendimet ndryshe në Islam nuk është kurse tek gjërat themelore. Nuk kemi dëgjuar ndonjë debat neve midis dietarëve sunit që e quajmë veten, që ndjekim sunetin e profetit alayhis salam, të bëhet debat, a ka 3 rekat sabah apo ka 4 rekat apo ka 2 rekat. Nuk ka kështu debatesh këtë çështje themelore. Debatet janë tek çështjet të cilat nuk kanë argument të qartë nga Kurani dhe nga Suneti i profetit alayhis salam, por që lind nevoja për një mendim ndryshe. Dhe 99.9% e situatave në Islam janë elhamdulillah të gjithë në botën islame janë të njëjta. Ku do që të shkosh ti 2 rekat falet sabahu, 3 rekat falet farzi i akşamit, 4 falet dreka dhe ikindia dhe yatsia. Nuk ka debat këtë çështje themelore. Debati është këtë çështje dytësore, tretësore, katërtësore, të cilat për të afruar më shumë pranë sunetit të profetit alayhis salam mund të ketë metodologji të ndryshme, të cilat neve na afrojnë pra tek suneti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne kur themi që ndjekim një prej methebeve,
një prej dietarëve të mëthebeve, automatikisht çfarë themi? Automatikisht ndjekim Kur'anin dhe Sunetin e Profetit alayhis salam, sepse dietarët nuk japin fetva kot ashtu në hava, po japin fetva të bazuar në Kur'an dhe nga Suneti i Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po mirë, ne thamë për Ebu Hanifën, pra që ka lindur 66 vite mbas vdekjes Profetit alayhis salam, pra i bie që në shekullin e 7. Pra në 699. Sa është fut shekulli i 7? Akoma sot mëthebi më i përhapur në botën islame është mëthebi Hanefi, që të gjithë, pra shumica e muslimanëve, ndjekin këtë mëtheb. Po si ka mundësi që ky mëtheb i mbijetojë të gjithë këtyre sulmeve, kundërshtimeve, jo po s'ka mëthebe, jo po ç'na duhet në mëthebi, se nuk është diçka e re sot. Si ka mundësi që i mbijetojë? Sepse ka një rregull të dashur besimtar. Për t'u vërtetuar se sa i aftë je në profesionin tat, duhet të kesh eksperiencë në jetën e përditshme që ty të dallojnë njerëzit, si dam shembullin e doktorit apo të arkitektit. Edhe dietarët kanë mbijetuar qindra dhe mijëra sulmeve. Ka pasur dietarë akoma më të fortë se sa mund të ketë sot, që i kanë sulmuar këto dietarë. Dhe arsyeja që këto kanë mbijetuar do të thotë vetëm diçka. Kanë qenë shumë të fortë në argumentim të vendimeve të tyre në Kur'an dhe në Sunet, sepse po mos kishin pasur argumente të forta nga Kur'ani dhe Suneti, nuk do të mbijetonin kurrësi. Ka pasur kjo botë islame me qindra mëthebe, ama mbijetuan vetëm 4. Vetëm 4 u miratuan unanimisht. Që thamë këto që ndjekësh për tyre je në xhenet me lejet Allahut lartësuar. Po pse vetëm 4 nga qindra? Sepse vetëm këto të 4 i patën më të forta argumentet dhe i mbijetuan të gjithë sulmeve, kundra sulmeve që u bën atyre. Sa e sa debate ka pasur midis dietarëve dhe kur vinin argumentet nga një palë, fitonin ndaj palës tjetër, kjo bëhej më e fortë, sepse ishte pikërisht argumenti ai i cili të dallon ty, që është më i fortë argumenti, që të dallon ty nga tjetri dhe automatikisht mëthebi merr vlerë në momentin që ai i mbijeton kohës. Dhe pikërisht këto elhamdulillah 4 mëthebe të përhapura unanimisht në botën islame i kanë mbijetuar kohës për shkak të argumenteve të tyre të forta që nuk rrëzohen kollaj poshtë, domethënë. Dhe për neve, imami i mëthebit është ai i cili e ka kuptuar më mirë Kur'anin, imami i mëthebit për neve është ai i cili e ka kuptuar më mirë Kur'anin dhe ne ndjekim një prej këtyre imameve duke besuar se mënyra e kuptuarit të tyre të Kur'anit është më e mirë se e jona dhe e çdo kujt tjetër. M'rregull? Pra ne ndjekim atë sepse mendojmë se ky është më i ditur se neve, e ka kuptuar më mirë Kur'anin dhe ai është i aftë të na e shpjegojë neve Kur'anin më mirë se sa ne mund ta kuptojmë Kur'anin dhe sa çdo kush tjetër mund ta kuptojë Kur'anin. Sepse kjo është vërtetuar gjatë gjithë historisë, siç e tham. Sa herë që janë sulmuar, po kuptimi i këtyre i Kur'anit ishte më i aftë dhe më i mirë se çdo kush tjetër që arriti ta shpjegojë Kur'anin. Dhe sot ne përballemi edhe me një pyetje tjetër që pikërisht është një pyetje tendencioze për të udhur balë mbi mëthebet, ne jemi selefi. Selef do të thotë ne jemi ata që ndjekim të parët tonë. Po paska mos selef se që ndiqka e Ebu Hanifën, mon kryet herës, që ka marrë mësim nga sahabët e Profetit alayhis salam. Kështu kur themi selefi, kushdo që ndjek një prej mëthebeve, automatikisht është selef, që do të thotë e ndjek një vendim çfarë kanë vendosur dietarët e hershëm të këtij umeti, siç ishte Ebu Hanifja, siç ishte Imam Malik, siç ishte Imam Shafiu dhe siç ishte Imam Ahmed ibn Hanbel. Që këtë dojë që të ndjekesh prej këtyre, thamë elhamdulillah, është një rrugë e cila ne na çon drejt xhenetit me lejet Allahut lartësuar. Dhe pikërisht të gjithë këta dietarë të dashur besimtar janë të tillë, të cilët atë diturinë e madhe dhe rëndësinë e madhe të diturisë që e folëm mësimin e kaluar, e dhanë të gjithë jetën e tyre, gjithë mundin e tyre, që si ta kuptonin më mirë fjalën e Allahu xhaleshanu dhe që ne elhamdulillah na e bëjnë të thjeshtot. Dhe për ta mbyllur me një shembull të prekshëm për gjithë secilin për nesh. I kemi një parasysh kemi ca ilmihale të vegjël ne.
Ilmihal do të thot gjendja e diturisë. Pra, të dish diturinë që të mjafton ty, çfarë e prish abdesin, çfarë e prish namazin, çfarë e prish agjërimin, i ke të përmbledhura. Thënë ndryshe, ai dietari, kushdo qoftë, që e ka përgatitur këtë ilmihalin, ka i të vogël, për ta bërë të thjesht për popullin e thjesht, që s'ka mundësi të merret me dituri, por që ti dhe unë ta lexosh, ti dikem toja, a jam rregull unë me adhurimet e mia, po i mësova këto ke ky ilmihali i vogël. E mësova çfarë prish abdesi, çfarë prish, a jam rregull, a kam mirë adhurimin, po jam rregull. Elhamdulillah. Po ky dietari që ka përgatitur këtë ilmihalin e vogël, duhet ta dim që ky e ka mësuar nga një dietar tjetër, nga një libër më i trash. Dhe na e ka lehtësuar neve, na e bëri të holl. Pse? Po s'kemi kohën e me lexu këtë, se s'na le puna e përditshme. Ose do bësh dietar ti, do shkosh lexosh vetë këtu, do shkruash ti këtë të voglin. Ose do mësosh këtë të voglin, duke u bind që ky e ka marrë nga ky libër i madh dhe e ka sipas Kuranit dhe Sunetit. Po mirë, po ky që ka shkruar këtë, ky e ka, edhe ky e thjeshtësori, se e ka marrë nga një më i trash, nga një dietar akoma më i ditur se ai. E ky nga një tjetër, e ky nga i tjetër, që shkojmë ke pafundësia e diturisë së Kuranit dhe Sunetit profetit Muhammed alayhis salam. Pikërisht dietarët e methebeve dhe kushdo dietar tjetër, pra që vepron me dijen e Kuranit dhe Sunetit profetit alayhis salam, përpiqet që t'i shtjellojë gjërat fetare, jo vetëm sociale, ku ta diun, ekonomike, politike, që Islami përfshirë në gjitha fushat e jetës, për të na e thjeshtësuar neve si popull i thjesht, që ti kemi gjërat sa më të prekshme, sa më të thjeshta, ti mësojmë ai gjëra sa mundemi dhe më pas ti praktikojmë në jetën tonë. Që do të thotë, ti si besimtar i thjesht, nëse pyetesh, ore, po pse i ma durët këtu kur lidhesh apo i ma durët kështu? Po kështu ka shkruajt ky dietari, ke ilmihali. Jo, po thot profeti alayhis salam, po çfarë tani, ti futëm dhjerun, ti lexoj gjithë me radhë, to të bëm unë, atëherë bëu ti dietar. Ose do ngjëm një dietar që na ka shtjelluar çështjen, ose nëse s'pranon këtë, thu unë do e studioj vetë Kuranin, do studioj vetë Sunetin, atëherë do bëhesh ti dietar automatikisht. Do bëhesh ti që duhet të shkruash libra që të ma shtjellosh mua si një njeri thjesht. Jo, po mos ndiq këtë dietar, po ndiq këtë dietar. Pse? Pse? A ka burim më të sigurt për mua nëse ndjekëm një nga këto 4 methebet? A tham që Ebu Hanifja ka marrë mësim nga sahabët? A sahabët a u mësuan nga profeti alayhis salam? Ebu Hanifja, a tham që ishte nxënësi i mësues se Imam Shafiut? Po Imam Shafiu, a tham që ishte nxënës i Enes ibn Malikut? Po Imam Ahmedi, a tham që ishte nxënësi Ebu Shafiut? I Imam Shafiut? Shohim pra që këto ishin nxënës njëri tjetrit, mësuan për njëri tjetrit, aty kur nuk kanë dakord me njëri tjetrin, dhanë një mendim të tyre, duke respektuar njëri tjetrin, dhe kështu elhamdulillah erdhi dia deri tek ne sot. Dhe ajo çfarë ne duhet të kemi në moralin ton islam dhe qasë dietarëve, është respekti i kujdo, edhe dietarëve, po edhe i xhamatit, kushdo njeri tjetër i thjesht që thot, ora unë i maj durët tu, po mi unë i maj këtu. Edhe ti ke drejt, edhe ti ke drejt. Mregu, po unë e ngri gishtin kështu, unë e maj njerë kështu, unë se ngri hiç. Edhe ti ke drejt, edhe ti ke drejt. Sepse përderisa ndjek një nga methebet, je në rrugë të drejtë. Këtë na dha shembull neve Imam Shafiu, kur shkoi në Kufe, pra tek varri i Ebu Hanifes, tek xhamia e tij, njihej dallohen nga dietarët të mëdhej, pra Imam Shafiu, shkoi për të falë namazin e akşamit. Kur fali namazin e akşamit, Hanefit atë duan e kunutit e bëjnë në namazin e vitrit. Mas rekatit 3, kur kënojmë Fatihan dhe kulu Allahun, bëjmë Allahu Ekber neve dhe bëjmë duan e kunutit. Me thebi Shafi, duan e kunutit e kanë në namazin e akşamit. Pra, në rekatin e 3, namazin e akşamit, para se të binë në ruku, bëjnë duan e kunutit dhe pastaj binë në ruku. Imam Shafiu ishte i këtij mendimi, Imam Ebu Hanifja ishte i mendimit që duaja e kunutit bëhet në vitër. Kur shkoi Imam Shafiu dhe i priu xhamatit të Imam të Hanefive, pra në Kufe, dhe mbrapa kishte edhe nxënësit e vet që e ndiqnin, kur fali namazin e akşamit, në rekatin e 3 ra direkt në ruku, pa e bë duan e kunutit. Të gjithë mbrapa nxënësit e vet, subhanallahu, pse se harroi diçka nga namazi për t'ia kujtuar.
Subhanallah, subhanallah, që harrove diçka, se ti na ke thënë që duhet bë duaja e kunutit. Dha selam Imam Shafiu, u kthy nga xhamati dhe i than: "O Imam i nderuam, harrove duan e kunutit që ti na ke thënë që duhet bërë në namazin e akşamit." Për hatër të atij burri atij tha që po falemi tek xhamia e tij, e Imam Ebu Hanifes, që e kishte varrin më tutje, tha: "U falem sot sipas methebit të Imam Ebu Hanifes." Ai nuk e bënte duan e kunutit në namazin e akşamit. Dhe këtu shohim moralin e madh të respektit të madh që dietarët kishin me njëri tjetrin. Dhe kjo automatikisht na bën neve si besimtar që të respektojmë çdo xhamatli në mënyrën se si ai falet përderisa ai ndjek një methep të caktuar, qoftë Hanbeli, qoftë Shafi, qoftë Maliki. Se tregojnë për shaka, shkoi një nga këto Malikit në Turqi, me fal, e tregojnë xhallar në Turqi, me fal namaz, mirë për Malikit nuk lidhin durët në namaz, i majnë lëshut. U falë, ju kthyi xhaje këtij. Malik s'kishte pa ky xhaj në herë tjetër të falen dikush ndryshe, se ky është dhe problemi i horizontit muslimanëve. Mendon që e drejta është vetëm kjo që flitet unë xhamin ton, po ti udhtoje o vlla, ikmi në xhami tjetër. Mirë kaq, po dili herë nga shteti jot, dili herë nga qyteti jot. Bëj që të shohësh se bota është më e gjerë se sa 4 muret e xhamisë tate. Apo 1-2 hoxhallarëve që ndjek ti. Ka më shumë ulema kjo dynja se sa 3 veta që ndjek ti gjatë gjithë jetës. Edhe ju ofru këtë xhaja, o biri tha, duhet i mash durët kështu namaz, tha, ti lidhesh tha. I tha o xhaja, tha, po unë jam tha Maliki. Ma bo Allah, tha, kujtova se ishe musliman, tha. Pra, nga ignoranca, kujtova se ishe musliman, tha, pra, e kujtoj se ishte fare në feja e kupton? Pse vetëm se s'lidhi duart. Kjo vjen nga ignoranca, kjo vjen nga të kuptuarit gabimisht, pikërisht të gjithë këtij morali që muslimani duhet të ketë ndaj diturisë në radhë parë dhe ndaj të gjithë atyre dietarëve të cilët merren me dituri për t'ia lehtësuar dhe që të qartësuar çështjet popullit mbar, pra për t'u bërë atyre më të lehtë lidhjen e tyre shpirtërore dhe praktikën e tyre të përditshme me çështjet fetare që t'i bëjnë siç duhet për të kënaqur Allahun xhaleshanu dhe të jenë në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që lutë Allahun xhaleshanu na bëj për tyre që jetojmë në rrugën e Muhamedit alaihi salam dhe vdesim në këtë rrugë, në gjurmën e dietarëve të mëdhenj, në gjurmën e diturisë, sepse ndjekja e diturisë dhe dashuria për të mësuar dituri është një nga punët që Allahu subhanahu wa taala e vlerëson shumë, aq sa ka thënë men seleke tarikan yeltamisu bi ilman sahal Allahu lahu tarikan ila al-janna, kush për ju ndjek një rrugë, hedh hapa drejta se rrugë për të dhe ka dëshirën për të mësuar dituri, le ta di që Allahu ka për t'ia lehtësuar atij diturinë, ka për t'ia lehtësuar atij rrugën për në xhenet, dhe Allahu xhaleshanu na bëf për tyre edhe juve që i keni sakrifikuar që erdhët sot për të dëgjuar këtë ligjërat. Allah ju shpërblet me të mira. Allahumma salli ala Muhammad.